KQZ vendos për rinumrim të plotë të votave, komisionarët e Prizrenit nga sot pa mandat. Prokuroria e Shtetit vihet në lëvizje pas evidentimit për manipulim me vota, kërkohet që në hetime të përfshihen edhe kandidatët. Kosova radhitet të 13 në botë dhe para në Ballkanin perëndimor për siguri strategjike sipas një indeksit të Parlamentit Evropian. Bashkimi Evropian përgatit pakon kundër masave në rast të vendosjes së tarifave shtesë nga Shtetet e Bashkuara. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur për rinumrim të plotë të votave të kandidatëve për deputet në çdo komunë të Kosovës. Ky vendim u arsyetua me shfaqjen në shumë parregullsive dhe manipulimeve me vota mes kandidatëve të subjekteve politike të evidentuara gjatë rinumrimit të pjesshëm. 19 antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve vendosën një zëri që 100% e kutive të votimit nga të gjitha komunat e vendit i nënshtrohen verifikimit të plot. Rinumrimi deri më sot rezultoi me zbritje të mbi 36.000 votave për kandidatë e shtim të mbi 20.000 votave për kandidatë të tjerë. Kreu i KQZ-s Kreshnik Radonishi tha se analizimi i raportit të rinumrimit të pjesshëm në mbledhjen e Këshillit për operacione delse dallimi në votat për partitë politike është minimal dhe i papërfillshëm, ndërka që ai të kandidatët ka shkallë të lartë të pasaktësisë e Prizreni përbën rastin më ekstrem. Për dallim nga votat për subjekte politike, të dhënat për kandidatët pas rinumrimit paraqesin një shkallë të lartë të pasaktësive në numrim. Sipas raportit, nga vendvotimet e rinumruara në qendrën e numërimit të rezultateve, rezulton se pas rinumrimit në QNR janë zbritur nga rezultati 36.007 vota për kandidat, të cilat u ishin regjistruar atyre në QKN. Po ashtu, pas rinumrimit u janë shtuar 20.978 vota kandidatëve, të cilat nuk ishin regjistruar sakt në qendra komunale të numërimit. Radonici nënvizoi se të gjitha të dhëna do t'i adresojnë në Prokurorinë e Shtetit, ndërsa antarët e KQZ-s thanë se nevojitet bashkëpunimi plot gjatë procesit hetimor. Është një çështje që është vërtetuar në QNR, nëse ka rezerva apo ka dyshime për pasaktësi, ajo është një çështje tjetër, unë mendoj se duhet bëhet konkretisht. Kuadër kësaj, na duhet të ndjekim edhe linjën e përgjegjësisë. Të gjitha nivelet, për secilin i cili ka pas mundësi të kontrolloj apo të jetë përgjegjës në raport në atë çfarë ka ndodhur, jo vetëm në Prizren, po kudo që shfaqet një parregullsi e tillë. Për fat keq, për shkak të disa komunave të tjera, edhe këto komuna duhet me shku në rinumrim, sepse nuk kemi asnjë argument që të mos i çojmë gjitha komunat në rinumrim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve paraprakisht në 28 komuna kishte vendosur që të rinumroheshin vetëm 10% e vendvotimeve, ndërkaq në 10 komuna të tjera vendosi për rinumrim të plot. Nga procesi i rinumrimit që filloi me 13 janar, Prizreni del komuna me mospërputhjet më të mëdha. Parregullsi të shumta dhe vjedhje votash të identifikuara janë arsyet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi t'u ndërpres mandatin komisionarëve të kësaj komune. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi t'i shkarkojë nga funksioni përfaqësuesit e subjekteve politike në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në komunën e Prizrenit. Analiza numerike e veçon komunën e Prizrenit si rastin më ekstrem. Pas rinumrimit në QNR të komunës së Prizrenit, janë zbritur nga rezultati 20.323 vota për kandidat, të cilat u ishin regjistruar atyre në qendrën komunale të numërimit të Prizrenit. Nga procesi i rinumrimit që nisi me 13 janar, Prizreni del komuna me mospërputhjet më të mëdha. Rinumrimi deri sot solli lëvizje drastike në listat e kandidatëve, veçanërisht brenda Partisë Demokratike, ku disa kandidat kanë humbur qindra, madje edhe mijëra vota. Në krye të listës së humbjeve qëndron kandidati për deputet Fetah Paqarizi, të cilit pas rinumrimit janë zbritur 6.022 vota. Pas tij radhitet Najt Hasani me 3.419 vota më pak, kujtim nga
Bashi me 2359 vota dhe Luljeta Veselaj Gutaj me 2103 vota të hequra. Kandidatëve për deputet në vetëvendosje, Arber Exhaj i kanë dalë mbi 530 vota më pak, Rea Krasniqit rreth 420 vota, ndërsa Valon Ramadanit mbi 400. Në listën e LDK-s, Gjavit Ukës ju larguan mbi 1200 vota, Driton Selmanajt mbi 850, ndërsa Anton Çunit rreth 460 vota. Partitë politike kanë kërkuar hetim nga ana e autoriteteve të drejtësisë, duke vlerësuar se dallime drastike në vota nuk mund të arsyetohen me gabime teknike. Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, nga dje ka lëshuar një autorizim me shkrim për policinë që të identifikojnë personat përgjegjës, të sigurojnë prova relevante, përfshirë proces verbalet dhe nënshkrimet. Sipas prokurorisë, manipulimi i votës dhe falsifikimi i dokumenteve zgjedhore janë krim dhe do të ndëshkohen pa kompromis. Prokuroria e Shtetit ka nisur ndërmarrjen e hapave ligjor pas dyshimeve për manipulim me votat, e cilat dolën e paqe kur nisi procesi i rinumrimit. Madje është kërkuar nga kryeprokurorët e të gjitha prokurorive themelore që në të gjitha komunat ku ka përfunduar procesi i rinumrimit të votave, të fillojnë grumbullimin e informatave të nevojshme dhe të sigurojnë prova relevante që vërtetojnë kryerjen e ndonjë vepre penale që ndërlidhen me procesin zgjedhor. Hetimet nuk do të anashkalojnë as kandidatët. Zyre e kryeprokurorit të Shtetit ka bërë të ditur se nga 13 janari ka monitoruar nga jashtë procesin e rinumrimit të rezultateve zgjedhore, pas evidentimit të mospërputhjeve të votave gjatë numrimit brenda subjekteve politike për deputet në rajonet të ndryshme të vendit. Koordinatoria nacionale për zgjedhje, prokuroria Laura Pula, ka kërkuar nga kryeprokurorët e të gjitha prokurorive themelore që në të gjitha komunat ku ka përfunduar procesi i rinumrimit të votave, të fillojnë grumbullimin e informatave të nevojshme dhe të sigurojnë prova relevante që vërtetojnë kryerjen e ndonjë vepre penale që ndërlidhet me procesin zgjedhor. Prokuroria Pula ka kërkuar që edhe në komunat ku ende nuk ka përfunduar procesi i rinumrimit të votave, që më njëherë pas përfundimit të këtij procesi të fillohet nga prokurorit përkatëse procesi i grumbullimit të provave të nevojshme. Fillimi i hetimeve paraprake lidhur me mospërputhjen e votave gjatë numrimit brenda subjekteve politike për deputet ka qenë temë diskutimi në një takim me zëvendës drejtorin e përgjithshëm të policisë, kolonel Fehmi Hotin, i cili ka siguruar se policia ka kapacitete të mjaftueshme dhe në kuadër të kompetencave që ka do të shërbejë kërkesave të prokurorëve të shtetit. Ndërkohë, koordinatoria Pula zhvilloi takim edhe me shefin e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në vend, Giovanni Barbano. Në komunikat thuhet se tema e diskutimit ka qenë mbrojtja e votës së lirë të qytetarëve të Republikës, si dhe fillimi i hetimeve paraprake lidhur me mospërputhjen e votave. Me këtë rast, Pula ka vënë në dijeni shefin e ULEX-it mbi bashkëpunimin ndërinstitucional në kuadër të memorandumit të bashkëpunimit për procesin zgjedhor në mes të institucioneve që merren me administrimin e zgjedhjeve dhe shqyrtimin e rasteve zgjedhore. Edhe koalicioni i organizatave që monitoron procesin zgjedhor në Kosovë, Demokracia në Veprim, kërkoi që të ketë një hetim në nivel kombëtar. 4 të arrestuar për korrupsion është bilanci i aksionit të sotëm të zhvilluar nga Prokuroria Themelore në Prishtinë dhe policia. Të arrestuarit dyshohen për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe marrje rishfeti në rastet që ndërlidhen me pajisjen e qytetarëve me leje armësh pa respektuar procedurat ligjore. Ministria e Punëve të Brendshme e mirëpret aksionin, ku 2 nga 4 të arrestuarit janë zyrtarë të saj. Arrestimet vinë në kohën ku raportet tregojnë rritje të lehtë të numrit të vrasjeve dhe konfiskim më të madh të armëve ilegale në vend. Viti i kaluar u përmbyll me 18 vrasje dhe një nga faktorët që mendohet se ka ndikim kyç në raste të tilla mbetet qarkullimi i armëve pa leje në duart e qytetarëve. Në këtë kontekst, Prokuroria Themelore me urdhër të gjykatës kompetente dhe bashkëpunim me policinë gjatë ditës zhvilloi një kontroll në kuadër të një hetimi penal ku janë arrestuar 4 persona. Sipas prokurorisë, 2 prej të arrestuarve janë zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të dyshuar për lëshim të certifikatave për leje armësh pa respektuar procedurat ligjore, ndërsa 2 të tjerë dyshohen për marrje rishfeti në sektorin privat.
Deri më tani janë arrestuar 2 persona zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme për veprën penale keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar, sipas nenit 414 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, të cilët dyshohen se kanë lëshuar certifikata për pajisje me leje armësh për qytetar, pa u nënshtruar procedurave të nevojshme ligjore. Po ashtu janë arrestuar edhe 2 persona të tjerë për veprën penale pranimi rishfetit në sektorin privat, sipas nenit 309 të KPRK-s. Gjatë ekzekutimit të urdhër kontrollit janë sekuestruar disa dokumente të nevojshme, të cilat do të shërbejnë për zhvillimin e mëtejmë të hetimeve lidhur me këtë çështje penale. Prokurori i shtetit brenda afatit ligjor do të parashtrojë kërkesë për saktimin e masës së sigurisë ndaj të pandehurve. Të dhënat e policisë flasin se përgjatë periudhës janar-dhjetor të vitit të kaluar janë konfiskuar 1882 armë, që është 12.9% më shumë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2024, ku ishin konfiskuar 1667 armë. Edicionin qendrore vazhdojmë me informacionet të tjera nga vendi. Pas mbledhjes së kryesisë së LDK-s, zati rreth 4 orë u bë ditur se 31 janar është ftuar mbledhja e kuvendit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Besjan Mustafa nga kjo parti ka bërë të ditur se kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku do të ofrojë dorëheqjen dhe do të lihet i lirë ky organ i partisë që të vendosë. Korporata energjetike e Kosovës ka njoftuar se ka parashtruar padin ndaj deputetes së LDK-s Janina Ymeri. Sipas Kekut, Ymeri është paditur për siç thonë për të ndaluar përhapjen e informatave të rrejshme dhe propagandës. Në njoftim thuhet se padia është në shqyrtim nga organet kompetente të drejtësisë si pjesë e veprimeve ligjore për mbrojtjen e integritetit institucional. Në të njëjtën kohë, Keku, në ushtrim të kompetencave ligjore dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi, ka ndërmarrë dhe do të vazhdojë të ndërmarrë çdo mas raportimi, përfshirë raportimin në rrjetet sociale, si dhe çdo veprim ligjor për të ndaluar përhapjen e informatave të rrejshme dhe propagandës, përfshirë rastet kur ato vijnë nga zyrtar publik. Kosova radhitet të 13-ta në botë për nivelin më të ulët të kërcënimeve kundër paqes dhe demokracisë. Sipas Normandy Index 2025 të përgatitur nga shërbimi kërkimor i Parlamentit Evropian, vendi ynë hyn në 10% në shteteve më të qëndrueshme globalisht dhe deli pari në Ballkanin Perëndimor për siguri strategjike. Raporti vlerëson aftësinë e Kosovës për të përballur me rreziqe reale si destabilizimi politik, dezinformimi dhe kërcënimet hibride, duke cilësuar atë si faktor stabiliteti në rajon. Kosova është radhitur shteti 13 në botë për nivelin më të ulët të kërcënimeve ndaj paqes dhe demokracisë, sipas Normandy Index 2025 të përgatitur nga shërbimi kërkimor i Parlamentit Evropian. Praktikisht kjo e vendos vendin tonë në top 10% e shteteve me qëndrueshmërinë më të lartë në nivel global, si dhe në vendin e parë në Ballkanin Perëndimor për siguri strategjike, duke lënë anash matjet se sa i qetë duket një shtet. Ky indeks vën pa ekspozimin ndaj rreziqeve reale, si destabilizimi politik, dezinformimi, presioni i jashtëm, kriza ekonomike, pasiguria energjetike dhe kërcënimet hibride. Ndaj, vlerësohet si një instrument që vë në përdorim Bashkimi Evropian për të kuptuar ku janë rreziqet dhe ku ka kapacitete reale për t'i përballuar ato. Nga ky këndvështrim vendi ynë qartas i del më i fortë në rajone që ka qëndrueshmërinë më të lartë institucionale dhe shoqërore, ndërkohë që sfida kryesore mbetet përballja me dezinformimin, kryesisht të importuar nga jashtë. Gora Kuqkuqi, hulumtues në Institutin për Studimet e Luftës Hibride Octopus, që ka qenë pjesë e këtij raporti, nënvizon se Kosova në aspektin e sigurisë strategjike është më e sigurta. Kjo tregon që Kosova ka ofruar për qytetarët e vet një siguri shumë të lartë në fusha strategjike, siç është siguria, gjeopolitika, krimet kibernetike, pastaj lufta hibride dhe çështjet e tjera strategjike. Janë 11 fusha në këtë kuadër. Kjo tregon që Kosova me aftësitë e saj dhe investimet e saj në fushën e sigurisë duke treguar një karakter të fuqishëm që të stabilitetit, jo vetëm për vendin e vet, por edhe për rajonin.
Ndërkohë Shqipëria paraqitet në vendin e 20 me një performancë solide dhe mbi shumicën e vendeve të rajonit me rreziqe të menaxhueshme, ndërkohë Serbia është në vendin e 41, dukshëm më poshtë. Indeksi identifikon problemet serioze në proceset demokratike. Në raport vjet në pa edhe se Serbia është antare themeluese e iniciativës 16+1 të udhëhequr nga Kina dhe mban lidhje të ngushta strategjike me Rusinë, faktor që rrisin ekspozimin e saj ndaj presioneve gjeopolitike dhe kërcënimeve hibride. Megjithatë, në plan më të gjerë, vendet e Bashkimit Evropian vazhdojnë të jenë më pak të rrezikuara se mesatarja globale, ndërkohë raporti evidenton se Rusia dhe Kina janë ndër vendet me rënien më të madhe në profilin e sigurisë strategjike, ndërsa Shtetet e Bashkuara shënojnë një nga përmirësimet më të mëdha. Ndrojmë temë të informacionit. Në gjykatën speciale në Hagë është përmbyllur afati për dorëzimin e dosjeve përfundimtare në rastin e gjykimit të Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Nga 9 deri me 18 shkurt janë parapar për fjalet përfundimtare, pas të cilës gjykata ka 3 muaj kohë për aktvendimin e shkallës së prerë, me mundësi të 2 muajve shtesë. Parashtrimet përfundimtare të gjitha palëve në procedurë shënojnë hyrjen e procesit gjyqësor në Hagë drejt fazës vendimtare. Pas më shumë se 5 vjetësh gjykim, ndaj ish krerëve të UÇK-s në Hagë, procesi ka arritur në etapën vendimtare, dorëzimin e dosjeve dhe analizimin e provave. Njohësit e drejtësisë vlerësojnë se përcaktues i këtij procesi mbetet sfidimi dhe rrëzimi i provave nga Serbia, të cilat mbrojtja i konsideron thelbësisht të kontestuara për nga origjina dhe besueshmëria e tyre. Mbrojtja tash në këtë fazë procedurës do të jetë shumë argumentuese, shumë shtjelluese e provave, jo vetëm këto që ka paraqit vetë mbrojtja, po edhe provat që janë paraqit nga ana e prokurisë me qëllim që të luftohet që këto prova të hedhen poshtë në mënyrë të veçantë provat e Serbisë, për shkak që ato prova dihet që janë të përgatitur nga regjimi Miloševićit, i cili ka pas ushtrin, policin në Kosovë dhe ka mujtë të falsifikojë lloj-lloj dokumente. Shikuar nga këndvështrimi i një juristi, tani e një rëndësie të veçantë mbetet gjendja faktike në terren dhe provat konkrete që lidhen drejt për drejt me akuzat për përgjegjësinë e UÇK-s, të cilat mbrojtja synon t'i demaskojë si të pabazuara dhe të pasakta. Sa përket ngjarjeve në terren, gjendjes faktike që themi ne, bazë ka të mjaftueshme që të shkatrohet çdo pretendim në akt akuzë se këta persona kanë marrë pjesë, qoftë në mënyrë direkt apo indirekt ose përmes dhënies së urdhrave në kryen e çfarëdo krimi apo vepre të pretenduara. Prandaj, me siguri mbrojtja do të vazhdojë të fuqishëm në këto çështje. Derisa procesi është në fazën përfundimtare për periudhën e një aktgjykimi të shkallës së parë, pritet që gjykata të vendosë më së largu deri në korrik. Ndërkohë me 17 shkurt në Prishtinë, është paralajmëruar një protestë radhës kundër padrejtësive të gjykatës speciale ndaj ish krerëve të UÇK-s. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka udhëtuar për në Davos të Zvicrës, ku do të marrë pjesë në forumin ekonomik botëror mes liderëve të shumtë nga gjithë bota, ka njoftuar zyra e kryeministrit. Në kuadër të forumit, Kosova do të ketë për të dytin vit hapësirën e dedikuar përfaqësuese të quajtur Shtëpia e Kosovës. Me te i theksohet se Kurti do të marrë pjesë në ngjarjet dhe panelet të diskutimit që organizohen në Shtëpinë e Kosovës, krahas takimeve zyrtare me udhëheqës të lartë dhe investitor në margjinat e forumit ekonomik botëror. Ministrja në detyrë e ekonomisë Artane Rizvanolli ka njoftuar se Kost ka marrë pronësinë e ngastrës në Sojev të Ferizajt, ku do të vendosen baterit 90 MWh për ruajtjen e energjisë. Sipas marrëveshjes, punimet për baterit do të ecin përpara në kuadër të programit kompakt me MCC-n. Tutje theksohet se bateri do të ruajnë energji kur ka tepritës dhe do ta kthejnë në rrjet kur kërkesa rritet, për furnizim më të qëndrueshëm dhe kosto më të përballueshme.
Administrata tatimore si aset shtetëror vazhdon të mbetet shtyllë kyçe e qeverisjes së mirë dhe drejtësisë fiskale. Në shënimin e 26 vjetorit të themelimit, u tha se këtë institucion themelor për forcimin e sovranitetit fiskal e pret sfida e digitalizimit dhe vazhdimi punës për mbledhjet e të hyrave, që nuk janë thjesht shifra buxhetore, por përkthehen në mjete për arsim, shëndetësi, zhvillim social, ekonomik dhe përmirësim të jetës së qytetarëve. Administrata tatimore e Kosovës, institucion bazë për funksionimin e shtetit dhe kthimin e sovranitetit fiskal, gjatë shënimit të 26 vjetorit të themelimit, nënvizoi se si strategji për të ardhmen, mes tjerash mbetet digitalizimi dhe çësia që të ketë më pak ndëshkime, më shumë këshillime. Atë kë është ndërtuar paralelisht në shtetin tonë, nga një administratë krijuar në rrethana të vështira, në një institucion modern, profesional dhe të besueshëm. Kontributi i saj ka qenë vendimtar për stabilitetin fiskal, ndërtimin e institucioneve dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Iniciativa e dytë ka të bëjë me një reformë që po mundohemi me bë për burimet njerëzore, ku do të rekrutojmë një numër të madh të stafit të ri, kurse pjesa e stafit të vjetër do të kanë mundësinë ideale për të përfshirë përmes procesit të mentorimit dijen dhe udhëheqjen e tyre tek këto punëtorë të ri që të bashkohen ATP-s. Krahas reformimit të shërbimeve, administrata tatimore vetëm gjatë vitit të kaluar shënoi të hyra prej 1.336 miliardë eurove, nga të cilat vetëm bizneset llogaritet se kishin qarkullim rreth 25 miliardë euro. Pavarësisht asaj se viti i kaluar u quajt vit historik për këtë institucion, janë shënuar arritje të jashtëzakonshme si në rritjen e të hyrave të mbledhura, ashtu edhe në përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve ndaj tatim paguesve. Dhe një nga treguesit të kësaj performance është edhe tejkalimi i shifrës 1 miliard euro të hyrat nga tatimet, një nga faktet që dëshmon edhe rritje të besimit të qytetarëve në institucionet e shtetit. Ministria e Financave njofton se paga minimale në sektorin privat është rritur nga 350 në 425 euro bruto, duke hyrë në fuqi nga 1 janari këtij viti. Ministria e Financave ka treguar për 2 faza, duke thënë se kjo rritje përbën një masë të rëndësishme për rritjen e mirëqenies së punëtorëve dhe për afrimin e pagës minimale me kushtet aktuale të tregut të punës. Sipas Ministrisë, faza e dytë do të fillojë me një korrik, ku paga minimale do të arrijë në 500 euro bruto. Fermerët e komunës së Suharekës patën dëme të konsiderueshme në të mbjellat e tyre në ambiente të mbrojtura. Ata kërkojnë mbështetje nga institucionet lokale qendrore, jo dhe shumë për t'i kompensuar sësa për t'i ndihmuar në eliminimin e shkaqeve të përmbytjeve nga rrëbeshet atmosferike që disa herë po i dëmtojnë ata financiarisht. Rreshtet e dendura të shiut vëshuan ditë më parë edhe komunën e Suharekës, ndërsa dëme u regjistruan në ekonomi familjare, biznese e bujqësi. Në përbishti i kësaj komune, njihet si fshat bujqësor ku rreth 90% e banorëve kultivojnë të gjitha kulturat, ndërsa edhe pse jemi në stinën e dimrit, shfrytëzohen hapësirat e mbrojtura për të kultivuar perimet e stinës. Ky prodhim nuk bëhet hiç më, se kjo ka qenë sapo mjellna, sallata sitja mbush zemrën me tinje me llosh nuk bën më, edhe kështu që e llogaritmi që është e shkuar në dëm. Nuk e kem shumë problem vetëm sallatën, po na ka shkatruar infrastrukturën përgjithshme, sistemin e ka marrë luji, sistemin e ujitjes, shumë gjëra tjera ka bërë, sa për sallata, nuk është shumë problem. Po thuaj se të gjithë fermerët e këtij fshati që kishin parcelat në sera afër lumit Toplua u vëshuan pas rreshjeve. Na jemi kontrarezikun prej 2 anë, që ne është një farë ja rrugë vjen, edhe këne kjo që ky farë lumi Toplua, do thotë unë një 2 muaj mrapa që nuk kollohet. Ashtu edhe është stina asisoj që nuk ka rrezatime ku ta di unë, duhet me prit deri kur të bëhet gati, afidonet i kanë përmendru gati, po për shkak të shesën hinë sera me punu, duhet me prit tash një 2 muaj jo mrapa. Gjemil Haxhiolli, përfaqësuesi në Përbishti, thotë se fermerët po e humbin interesimin e tyre për bujqësi. Ty mos pas llogari, jo çmime të dobta, jo s'ka shitje, ik një sot, i numërojmë dikun, nuk besoj që janë mbi 15. Si shkaqe të vëshimeve në komunën e Suharekës, janë identifikuar lumenjt dhe porockat.
Pajin du ta pranojmë na, po me thonë drejtën ne kemi dalë të rend, kemi dashur me pastrimin e lumeve, në disa fshatra kemi pas probleme. Mirë po në pranverë nuk kam plan me pyet fletën poseduese, do të caktojmë mes. Megjithëse lumet janë pronë e Ministrisë të Ekonomisë, mirë po ne kemi obligim dhe përgjegjësi ndaj qytetarëve pastru, duhet marrëm leje pe Ministrisë dhe të hapojmë hapjen e lumeve dhe mos t'i pyetu më pronën shtetënore po fol, jo për pronë private, mos ta bëjmë kërkon, po nuk ka më pardon, e kemi plan me kryet detyrën tonë. Kryetari i komunës Bali Muharremaj apelon tek të gjithë banorët që patën dëme të bëjnë kërkesë ta protokolojnë atë e më pas të bëhet edhe vlerësimi i dëmeve. Bashkimi Evropian thot se ka në dispozicion masat hakmarrëse tregtare për ta goditur SBA-n dhe do t'i përdor ato nëse do të jetë e domosdoshme. Kjo vjen si përgjigje ndaj kërcënimeve të presidentit amerikan Donald Trump për vendosjen e tarifave shtesë ndaj 8 vendeve evropiane që sipas tij e kundërshtojnë marrjen e Grenlandës në pronësi amerikane. Komisioni Evropian ka në dispozicion kundër masa në rast se administrata amerikane zbaton kërcënimet e saj për vendosjen e tarifave shtesë ndaj disa shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Kështu deklaroi të hënën zëdhënësi i Komisionit Evropian Olof Gill, duke theksuar se institucionet evropiane mbeten të përmbajtura. Megjithatë, Bashkimi Evropian po përgatitet edhe për kundërmasa të mundshme në rast se zbatohet kërcënimi i presidentit amerikan Donald Trump për vendosjen e tarifave. Nëse diplomacia dështon, BE-ja mund të riaktivizojë një paket kundër tarifash në vlerë prej 93 miliard eurosh, e cila përfshin produkte industriale dhe bujqësore amerikane. Kjo paket u përgatit pranverën e kaluar pas shpalljes së tarifave gjithëpërfshirëse nga presidenti amerikan, por u pezullua përkohësisht pas arritjes së një marrëveshje tregtare mes BE-s dhe SBA-ve. Komisioni Evropian konfirmoi se pezullimi i kësaj pakete skadon automatikisht më 6 shkurt, çka do të thotë se kundër tarifat mund të hyjë në fuqi që të nesërmen nëse nuk merret një vendim për zgjatjen e tij. Ndërkohë, Franca dhe Gjermania kanë paralajmëruar se nuk do të lejojnë të shantazhohen dhe se Bashkimi Evropian ka një gamë të gjerë opsionesh për t'ju përgjigjur kërcënimeve amerikane. Aktualisht po zhvillohen konsultime intenzive mes shteteve anëtare në prag të samitit të jashtëzakonshëm të 22 janarit, të thirrur nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Qëllimi i këtij samiti është gjetja e një qëndrimi të unifikuar të Bashkimit Evropian ndaj tarifave amerikane. Një ditë pasi qeveria siriane dhe përfaqësuesit kurd njoftuan se kanë arritur marrëveshje të armëpushimit, raportohet për përleshje të reja mes forcave qeveritare dhe atyre kurde në verilindje të vendit. Nga Siria njoftohet për përleshje të reja mes forcave qeveritare dhe atyre kurde të njohura si Forca Demokratike të Sirisë apo SDF, të cilat kanë shpërthyer në Al-Shadadi në verilindjen e vendit. Ku forcat e qeverisë dhe kurdët u përleshën rreth kontrollit të një burgu, ku ende mbahet një numër i madh i luftëtarëve të ISIS, dhe dyja palët fajsojnë njëra tjetrën për shpërthimin e dhunës. Përleshjet shpërthyen një ditë pasi që qeveria në Damask dhe përfaqësuesit kurd njoftuan se kanë arritur një marrëveshje të armëpushimit, e cila do të duhet të ndalon dhunën disa javore mes dy palëve, e cila ka krijuar rrezik nga shpërthimi në lufte më të gjerë mes qeverisë në Damask dhe kurdëve. Marrëveshja e arritur mes tjerash përfshin integrimin e luftëtarëve kurd të SDF-s brenda ushtrisë së rregull siriane, si dhe largimin e të gjithë anëtarëve të PKK-s, lëvizjes së kurdëve turq, e cila me dekada lufton kundër Ankaras nga territori sirian. Në marrëveshje parashihet edhe transferi i kontrollit të rajoneve që janë në kontrollin e SDF-s në ombrellën qeveritare. Shumë ekspertë thonë se pjesa më e madhe e tensioneve buron rreth këtyre çështjeve. Gjatë luftës civile, kurdët kanë arritur të marrin kontrollin e rajoneve ku janë shumicë, si dhe të vendosin institucione lokale të administratës dhe sigurisë. Edhe pse qeveria e re në Damask ka ndërmarrë hapa për të përmirësuar pozitën e kurdëve, për herë të parë duke pranuar gjuhën kurde si gjuhë zyrtare në Siri,
dhe popullin si pakicë zyrtare. Shumë kurd ende druajnë nga ajo që mund të ndodhë nëse kontrolli i plot i kalohet qeverisë në Damask, ku sipas kurdve ende ka mbetje të militantëve islamist, të cilët i shohin kurdët si armiq. Është bërë e ditur se presidenti sirian Ahmed al-Shara dhe udhëheqësi i kurdve Mazlum Abdi do të takohen gjatë pasdites për të diskutuar rreth zbatimit të marrëveshjes dhe gjetjes së mënyrave për shmangjen e dhunës së mëtejme. Shikues të nderuar, kas për këtë edicion lajmesh. Ju faleminderit që na ndosjet dhe mirupafshim.